Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e editarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Në kulmin e sezonit turistik, Saranda po forcon masat për sigurinë dhe menaxhimin e flukseve të vizitorëve. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari kërkoi zero tolerancë ndaj palikshmërisë dhe reagim të shpejtë të policisë, ndërsa ministri i Turizmit Blendi Gonxha vlerësoi treguesit pozitiv të sezonit. Kalaja i Gjirokastrës vion të thyej rekorde në turizëm. Nga janari deri në gusht, ajo ka pritur rreth 180.000 vizitor, 10% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shifrat konfirmojnë rritjen e interesit për këtë monument të trashëgimisë kulturore. Gjirokastra nuk ofron vetëm histori dhe trashëgimi, përtej kaldrëmeve dhe monumenteve, ajo po kthehet edhe në një destinacion për aventurën dhe eksplorimin e natyrës. Nga Çajupit e shtigjet malore, vizitorët e huaj zbulojnë një tjetër anë të Gjirokastrës duke eksploruar zonën edhe me kuaj. Këlqyra po tërheq gjithnjë më tepër vizitor përtej pasurive të saj historike e kulturore. Natyra dhe sportet ujore po japin një tjetër dimension turizmit, ndërsa operator të rinj po shohin në këtë sektor mundësi të reja punësimi dhe zhvillimi. Siguria dhe aktivitetet e organizuara po e bëjnë zonën një destinacion të preferuar për turizmin e aventurës. Ju njohim tani më gjerësisht. Në kulmin e sezonit turistik, Saranda po forcon masat për sigurinë dhe menaxhimin e flukseve të vizitorëve. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari kërkoi zero tolerancë ndaj palikshmërisë dhe reagim të shpejtë të policisë, ndërsa ministri i Turizmit Blendi Gonxha vlerësoi treguesit pozitiv të sezonit. Në kulmin e sezonit turistik, Saranda vion të përballet me flukse të larta vizitorësh, ndërsa siguria, rendi dhe menaxhimi i lëvizjeve janë në fokus të institucioneve. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha dhe Drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita zhvilluan një inspektim në Sarandë për të parë nga afër masat e marra për mbarvajtjen e sezonit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha vlerësoi treguesit pozitiv të sezonit veror duke veçuar rritjen e numrit të vizitorëve të huaj, por edhe rezultatet në drejtim të sigurisë dhe menaxhimit të sezonit. Ne jemi në kulmin e sezonit veror dhe është një sezon i cili karakterizohet nga shifra shumë pozitive, jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve të huaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë njëherë për shifra që lidhen me sigurinë, që lidhet me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është fal një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimi në nivel shumë të lartë nga Policia e Shtetit natyrisht, nga organet e vetëqeverisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne, në këtë rast edhe turizmi, edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe gjithë strukturat e tjera, të cilat janë në mbështetje të një sezoni sa më pozitiv dhe që shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Unë i falenderoj të gjithëve nga ana e Ministrisë Turizmit, Kulturës dhe Sportit për gjithë sa bëni dhe për gjithë forcat tuaja në terren, për gjithë ekipet dhe për suksesin e këtij sezoni. Për ministrin e Brendshëm Besfort Lamallari, sfida kryesore mbetet ruajtja e rendit dhe sigurisë në një periudhë kur qytetet turistike përballen me një numër të shtuar banorësh dhe vizitorësh. Ne kemi 3 mesazhe kryesore si Ministri e Punëve të Brendshme. Së pari, siguria e jetës së qytetarëve dhe turistëve. Sa më shumë ato vinë e vizitojnë jo vetëm Sarandën, por gjithë Bregdetin shqiptar. Kjo nuk kupton më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit. Prandaj unë përgëzoj çdo punonjës policie i cili e kryen këtë mision dhe këtë detyrë me përgjegjësi, me profesionalizëm dhe me integritet në shërbim të qytetarëve për të garantuar jetën, shëndetin e tyre dhe gjithmonë çdo turist që vjen në Shqipëri të ndahet me përshtypjet më të mira dhe kujtimet më të bukura nga vendi ynë. Së dyti, nga ana tjetër, sigurisht është shumë e rëndësishme që bëhet e qartë për këto që do lejojmë zero palishmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmëri të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë i menjëhershëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve në tërësi, mbi sigurinë dhe përgjigjen e institucioneve në ankesat që ata kanë. Dhe mesazhi i tretë, sigurisht nuk është detyra vetëm e policisë së shtetit, patjetër ka një pjesë shumë të rëndësishme në këtë përgjegjësi, por një turizëm cilësor që kontribuon në ekonominë kombëtare
në kupton dhe bashkëpunimin e gjithë aktorëve dhe prandaj kemi zgjedhur timi këtu së bashku me Ministrin e Turizmit për të bashkuar forcat bashku edhe me profesuesin e Këshillit të Ministrave, prefektin në qark, po ashtu edhe kryetarin e bashkisë, pa profesorin e pushtetit vendor, dhe gjithë bashkë bëjmë të mundur pikërisht që ne edhe këtë vit kemi një turizëm sa më të mirë, sa më cilësor dhe gjithmonë pse jo e më shumë të synojmë numra në rritje të turistëve që vinë nga Korfuzi, nga Greqia, nga Italia, por edhe pse jo e më shumë turistë nga gjithë Europa dhe më gjërë. Kështu që edhe njerë ju përgëzoj për punën që bëni, por edhe ju falenderoj për mundin, sakrificën që bëni çdo ditë. Nga ana tjetër, drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita tha se strukturat e rendit janë çdo ditë në Sarandë dhe në zona turistike me qëllim parandalimin e problematikave dhe garantimin e sigurisë. Saranda është gjithashtu dhe një qytet që do rendin e sigurinë dhe në kuadër të këtyre veprimeve ne jemi për ditë në terren me patrullat e përgjithshme të policisë, me patrullat shqiponja, me patrullat e qarkullimit rrugor, të cilat dita ditës realizojnë dhe kryen operacione policore të cilat sjellin besimin e qytetarëve tek policia. Operacionet policore që ne kemi pasur së fundmi si parandalimi një vrasje, kapja e disa rasteve të armëve të zjarrit, sjell më tepër besimin e këtij qyteti te policia. Ju falenderoj gjithë punonjësve të policisë që punojnë me përkushtim dhe ndershmëri gjatë sezonit turistik, pasi këto janë ditë vërtet me fluks të lartë, janë vërtet ditë ku ne duhet jemi pranë tyre. Me mira vizitorë që vijojnë të mbrinë në Sarandë dhe në zonat përreth sfida institucioneve mbetet ruajtja një ekuilibri mes flukseve të larta dhe shërbimit cilësor. Siguria, reagimi i shpejtë dhe toleranca ndaj të paligjshmes mbeten tre prej pikave kryesore mbi të cilat po mbështetet menaxhimi i sezonit veror në jug të vendit. Kalaja e Gjirokastrës vijon të thyej rekorde në turizëm nga janari deri në gusht. Ajo ka pritur rreth 180.000 vizitor, 10% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shifrat konfirmojnë rritjen e interesit për këtë monument të trashëgimisë kulturore. Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet destinacioni më i vizituar turistik në jug të vendit. Fluksi i turistëve vendas dhe të huaj ka shënuar rritje edhe gjatë këtij sezoni veror, duke konfirmuar interesin e lartë për qytetin muze dhe trashëgimin e tij kulturore. Sipas të dhënave të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër, nga muaji janar deri më tani, Kalana e Gjirokastrës e kanë vizituar rreth 180.000 turistë ose afro 15.000 më shumë vizitor. Kalaja e Gjirokastrës aktualisht është vizituar nga 180.000 vizitor në periudhën janar deri në këto ditë të gushtit, me një rritje rreth 10% në krahasuar me ditën e periudhës të vitit të kaluar, pra 15.000 vizitor më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Në muajin gusht deri në ditët që po flasim janë rreth 20.000 vizitor, të cilët kanë vizituar Kalana e Gjirokastrës, ndërsa ata diturojnë për rreth 2.000 vizitorësh për ditë, që është një shifër e konsiderueshme për numrin e vizitorëve për njësitë të trashëgimisë kulturore. Rritja është e qëndrueshme, por normalisht duke patur parasysh dhe numrin të lartë të vizitorëve nuk presim një rritje më të madhe se kjo për periudhën korrik gusht ato, ndërkohë që muajt e tjerë ka patur një rritje të konsiderueshme në përqindje dhe në numër vizitorësh. Sipas të dhënave, numrin më të lartë të vizitorëve përgjatë këtyre 2 muajve e mbajnë turistët e huaj. Sipas të statistikave që Drejtoria Rajonale disponon, në muajin korrik gusht, mbi 85% e vizitorëve janë vizitorë të huaj të cilët vizitojnë Kalana e Gjirokastrës. Me sezonin turistik që vijon të jetë në kulmin e tij, institucionet e trashëgimisë kulturore presin që numri i vizitorëve të vazhdojë të rritet edhe më tepër gjatë javëve në vijim. Gjirokastra nuk ofron vetëm histori dhe trashëgimi. Përtej kaldrëmeve dhe monumenteve, ajo po kthehet edhe në një destinacion për aventurën dhe eksplorimin e natyrës. Nga Çajupit e shtigjet malore, vizitorë të huaj zbulojnë një anë tjetër të Gjirokastrës duke eksploruar zonën edhe me kuaj. Turizmi malor po kthehet gjithnjë më shumë në një nga zgjedhjet e preferuara të turistëve të huaj në Gjirokastër. Zona e Çajupit është ndëruar në një destinacion tërheqës për ata që kërkojnë aventura në natyrë, larg zhurmës së qytetit. Vizitorët zgjedhin të eksplorojnë peizazhet e mrekullueshme përmes tureve me kuaj, duke përjetuar nga afër bukuritë e zonës.
Përshëndetje, emri im është Natasha, jam nga Kalifornia, jam këtu në Shqipërinë e bukur duke bërë ture me kuaj. Kalërimi është absolutisht mahnitës, pejzazhet janë shumë të bukura dhe jam shumë e lumtur që jam këtu. Ja rekomandoj këtë eksperiencë kujdo. Emri im është Niko, jam nga Los Angeles, ja ku jam më në fund në Shqipërinë e bukur. Kalërimi me kuaj këtu ka qenë shumë i bukur. E nisëm nga Lugina dhe më pas u ngjitëm në mal. Është një eksperiencë që po e shijoj shumë. Përveç eksplorimit të natyrës, turistët ndalen edhe në biznese turistike të zonës, ku shijojnë gatime tradicionale bio dhe produkte të freskëta vendase. Mikpritja e banorëve dhe cilësia e ushqimit janë ndër elementët që lënë më shumë përshtypje tek vizitorët. Kjo formë turizmi po kontribuon gjithnjë më shumë në zhvillimin ekonomik dhe promovimin e vlerave të zonës. Gjithçka është natyrale dhe e bukur. Ka shumë fruta që rriten në pemë, kemi rushin nga i cili bëhet vera. Natyra dhe pejzazhet janë të mrekullueshme. Ushqimi është i mrekullueshëm, shërbejnë, djathtë të freskët, gjalp të freskët. Gjithçka është e freskët, edhe mishi i qengjit piqet i freskët në zjarr. Njerëzit janë shumë të mirë dhe miqësor, të buzëqeshin kudo. Në fakt të kujton pak Kaliforninë, ka bimësi të tipit shkure, terren shkëmbor dhe fusha të hapura shumë të bukura. Mund të shohësh ushqimin, ndërsa kalon pranë gjatë kalërimit. Ushqimi është i shkëlqyer, njerëzit kanë qenë shumë miqësor. Gjithçka është e freskët, po e shijoj shumë qëndrimin këtu në Shqipëri. Gjatë udhëtimit turistët përshkojnë lugina, kodra dhe shtigje malore që ofrojnë pamje mreslënëse dhe ajër të pastër. Kalërimi në këto zona krijon një eksperiencë autentike, duke i afruar vizitorët me natyrën dhe traditën vendase. Çajupi mbetet një nga pikat më të kërkuara për këtë lloj turizmi, ku ndërthuren aventura dhe qetësia natyrore. Të zbulosh Shqipërinë përmes natyrës, shijeve, traditës dhe jetës së fshatit, tani mund të nis edhe nga telefoni. Aplikacioni Agroturizm AL është kthyer në një platformë informimi për agroturizmin dhe destinacionet e turizmit rural në vend, duke ju ofruar turistëve dhe vizitorëve mundësinë të planifikojnë udhëtimet dhe të zbulojnë oferta të ndryshme. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, bën të ditur se aplikacioni mund të shkarkohet në telefon, por edhe të aksesohet online. Përmes tij mund të gjenden agroturizme, kantina, kampingje, ture kulturore dhe destinacione rurale në zona të ndryshme të Shqipërisë. Por ajo që e bën këtë eksperiencë të veçantë është pikërisht ndryshimi nga një zonë në tjetrën. Kuzhina tradicionale, produktet e fermës, arkitektura autentike, peizazhet natyrore dhe traditat e trashëguara i japin çdo agroturizmi një identitet të veçantë. Agroturizm AL shërben kështu si një gujë digjitale për ata që duan të largohen nga itinerare tradicionale dhe të zbulojnë një tjetër Shqipëri, ku vizitori mund të shijojë produktet lokale, të provojë gatime tradicionale, të vizitojë ferma turistike apo të përjetojë nga afër jetën rurale. Platforma përfshin edhe ture dhe aktivitete të ndryshme agroturistike, ndërsa u jep mundësi operatorëve të promovojnë aktivitetin dhe destinacionin e tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, deri në fund të vitit 2025, në platformë ishin të regjistruara mbi 200 ferma turistike dhe itinerare që lidhen me stane, verën, ullirin, agrumet, midhjet dhe peshkun. Pas kësaj zhvillimi qëndron edhe në një tjetër realitet. Agroturizmi po shndrohet në një mundësi të re ekonomike për zonat rurale. Mbështetja përmes granteve dhe lehtësive fiskale kanë nxitur investimet, duke i dhënë vlerë produkteve lokale dhe duke krijuar mundësi të reja për banorët e zonave rurale, nga fermat e tryeza, nga traditat e natyra. Agroturizmi po krijon një mënyrë të re për të njohur Shqipërinë dhe tashmë pjesë e kësaj Shqipërie rurale mund të zbulohet edhe përmes një aplikacioni. Këlqyra po të rrejë gjithnjë më tepër vizitor për te pasurive të saj historike e kulturore, natyra dhe sportet ujore, po i japin një tjetër dimension turizmit, ndërsa operatorët e rinj po shohin në këtë sektor mundësi të reja punësimi dhe zhvillimi. Siguria dhe aktivitetet e organizuara po e bëjnë zonën një destinacion të preferuar për turizmin e aventurës.
Kultura nuk po tërheq më vizitor vetëm për pasuritë e saj historike dhe kulturore, peizazhet natyrore, lumi Vjosa dhe mundësitë që ofron zona për sportet ujore, po japin një tjetër dimension turizmit në këtë zonë. Nga viti në vit, aktivitetet në natyrë dhe sportet e aventurës po njohin një shtrirje gjithnjë më të madhe, duke tërhequr jo vetëm vizitor vendas e të huaj, por edhe operatorë të rinj që po e shohin këtë sektor një mundësi për punësim dhe zhvillim ekonomik. Ndërthurja e turizmit kulturor me atë sportiv dhe historik është një aset i çmuar. Vjosa ofron mundësi të shkëlqyera për sportet ujore. Dua të theksoj se ky sport është bërë edhe si biznes. Vjosa ka një peizazh lumor të mrekullueshëm që askush nuk do ta humbiste adrenalinën me kajak, rafting, barkat e ujit, duke i bërë më tërheqës turistat. Rritja e interesit për turizmin e aventurës ka sjell edhe nevojën për profesionalizëm të trajnuar. Operatorët që ofrojnë këto aktivitete i kushtojnë një rëndësi të veçantë sigurisë, në mënyrë që eksperienca e çdo vizitori të jetë sa më e bukur, por edhe e sigurt. Kemi 3 operatorë turistik, të cilët po ofrojnë shërbimin e mrekullueshëm dhe adrenalinën e veçantë për turistat. Sezoni turistik këtë vit ka hyrë me këmbë të mbar, duke bërë që nga numri i kaluar i vizitorëve, nga 28%, këtë vit është bërë 35%, dhe urojmë që çdo ditë më shumë ne të kemi vizitorë sa më shumë në vendin tonë. Me natyrën si një pasuri më e madhe e saj, kultura po ndërton gradualisht një profil të ri turistik, ku aventura, sporti dhe promovimi i territorit ndërthuren me rritjen e ekonomisë lokale. Flukset në pikën kufitare të KKV-s vjojnë të mbeten të larta edhe gjatë sezonit veror, ndërsa migrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi po zgjedhin këto ditë për të kthyer në atë dhe. Vetëm gjatë datës 12 gusht në pikën kufitare të KKV-s janë përpunuar 9.905 shtetas në hyrje dhe dalje. Nga këta, 6.039 kanë hyrë në Shqipëri, ndërsa 3.866 kanë dalë drejt Greqis. Në të njëjtën pikë kufitare janë përpunuar edhe 3.324 mjete, prej të cilave 2.077 në hyrje dhe 1.247 në dalje. Shifra tregojnë një fluks të konsiderueshëm në drejtim të Shqipërisë, në një periudhë kur shumë emigrantë shfrytëzojnë pushimet verore për të rikthyer pranë familjeve dhe të afërmve, krahas emigrantëve që rikthehen në vend. Në KKV vijon të jetë i pranishëm edhe fluksi turistik. Gjatë së njëjtës ditë, 894 shtetas kanë hyrë në Shqipëri për qëllime turistike. Flukse ka pasur edhe në pikën e kalimit kufitar të 3 urave. Më 12 gusht, aty janë përpunuar gjithësej 676 shtetas, nga të cilët 398 në hyrje dhe 278 në dalje. Ndërkohë, në këtë pikë kufitare janë përpunuar 339 mjete, me 202 në hyrje dhe 137 në dalje. Edhe në 3 urat, lëvizje turistike janë pjesë e fluksit të sezonit. 50 shtetas kanë hyrë në Shqipëri për qëllime turistike. Të dhënat e një dite konfirmojnë lëvizjet e shtuara në kufirin me Greqin, ku në këtë periudhë përzihen 2 flukse, migrantët që rikthehen për pushime pranë familjeve dhe turistët që zgjedhin Shqipërinë si destinacion. KKV Avion të jetë një prej pikave kryesore të hyrjes në jug të vendit, ndërsa strukturat kufitare vijojnë përpunimin e udhëtarëve dhe mjeteve gjatë ditëve të ngarkuara të sezonit veror. Për një të moshuar, një telefonat mund të jetë më tepër se një kërkesë për ndihmë, mund të jetë nevoja për të folur, për të dëgjuar apo për mos të ndjerë vetëm. Linja e këshillimit për të moshuarit ofron falas, mbështetje, orientim dhe këshillim për nevojat e përditshme. Një telefonat mund të jetë shumë më tepër se një kërkesë për informacion. Për një të moshuar, ajo mund të jetë mundësia për të dëgjuar një zë, për të ndarë një shqetësim apo për të kërkuar ndihmë për një nevojë të përditshme. Pikërisht për këtë shërben në linja e këshillimit për të moshuarit në numrin 0800 40 42, një linjë falas dhe dedikuar për të dëgjuar, informuar dhe orientuar të moshuarit dhe familjarët e tyre. Përmes një mesazhi sensibilizues, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale sjell disa prej kërkesave që mbërin në këtë linjë. Nëse ke nevojë për mbështetjen tonë, ti nuk je vetëm. Telefono falas 0800 40 42. Linja e gjelbër për të moshuarit është këtu për ty. Përmes linjës së këshillimit të moshuarit dhe familjarët e tyre mund të marrin informacion, këshillim, orientim dhe mbështetje në varësi të nevojës.
Policia rrugore e Gjirokastrës ka intensifikuar monitorimin në të gjitha akset rrugore të qarkut përmes dronëve, radarëve dhe makinave inteligjente me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe menaxhimin e trafikut gjatë sezonit veror. Gjatë periudhës 1 deri në 10 gusht 2026, si rezultati kontrolleve, janë proceduar penalisht 6 drejtues mjetesh për veprat penale. Drejtimi mjeteve në mënyrë të parregull dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa është pezulluar një leje drejtimi. Në të njëjtën periudhë, policia rrugore ka vendosur gjithsej 1903 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Nga kontrollet, 693 masa janë vendosur për tejkalim të shpejtësisë së lejuar, 603 për parakalime të gabuara dhe 409 për ndalim ose qëndrim të gabuar të mjeteve. Gjithashtu janë vendosur 10 masa për mos vendosjen e kaskës mbrojtëse, 7 për drejtim të mjetit në efektin e alkoolit, 3 për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit dhe 2 për mos vendosjen e ripit të sigurimit. Për shkelje të tjera të kodit rrugor janë vendosur 176 masa administrative. Policia rrugore e Gjirokastrës bën të ditur se monitorime do të vijojnë në të gjitha akset urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur mjetet bashkohore të kontrollit dhe monitorimit. Në fokus të kontrolleve mbeten veçanërisht drejtuesit që drejtojnë automjetin në efektin e alkoolit, pa leje drejtimi, te i kalojnë shpejtësinë e lejuar apo kryejnë parakalime të gabuara. Policia ju bën apel drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo shkelje në numrin pa pagesë 112. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshin.